shumë nga të rinjt mbase janë edhe skeptik për t'ju bashkuar politikës, qoftë edhe për cilat të ndryshimin që gjithë e kërkojnë edhe gjithë e duan. Çfarë këshilla do kishit ju për ata? Këshilla ime kryesore dhe parsorë është që vetëm të rinjt është thënë gjithmonë dhe është bërë pak si një mit në fakt, po kjo është një vërtetë e madhe dhe do jetë gjithmonë një vërtetë e madhe. Që nëse ne duam ndryshime të mëdha, absolutisht të rinjt janë ata të cilët janë motori kryesor i çdo ndryshimi epokal, do thoja unë. Patjetër që ata duan të mos jenë në politikë dhe të mos përfshihen, sepse modelet kryesore të politikës duam vinë nga ata cilët i kanë instrumentat dhe kanë pushtetin. Dhe sa kohë ata cilët kanë instrumentat dhe pushtetin në modelin nga i pari, sigurisht absolutisht që nga kryeministri edhe pastaj te shumë prej tyre që e kopjojnë në një farë mënyre, përcjellin modelin e arrogancës, modelin e të fortit, modelin e korrupsionit, modelin e vjedhjes. Dhe këto janë modele që na reflektohen te brezat tanë të rinj. Prandaj dhe sot diskutojmë mbylljen e TikTokut, që është absurd, diskutojmë që të kemi masa të cilat realisht nuk ndikojnë, sepse duam të ikim të vërtetës, të paktën qeveria. Duke qenë se përmendet mbylljen e TikTokut, ju përpos angazhimit tuaj si politikan jeni dhe gazetare, kështu e kapin në të dyja këndet kanë përshtypjen. Çdo platformë ka vetëm një kënd. I vetmi kënd që kanë të gjitha platformat online është ai i hapjes dhe i mundësisë që të gjithë të kenë për të komunikuar dhe për të përdorur këto platforma si të duan. Patjetër që platformat kanë rregullat e tyre, të cilat për shembull Amerika, Evropa, çdo kontinent edhe i ndryshon duke rënë në pakte me vetë platformat, por të mendosh të mbyllësh TikTokun dhe ta bësh TikTokun si dinosaurin që ka ngrënë mendjen edhe shpirtin e 15 vjeçarëve dhe 14 vjeçarëve, kjo më duket absurde. Megjithatë, një marrëzie e madhe është të bërë në TikTok, pavarësisht se kjo nuk janë. Ajo është një vërtetë që nuk e ka mbyll TikToku. Ajo është një vërtetë që TikToku e nxjerr në pa. Dhe ne duhet të merremi me këtë fakt, nuk duhet të merremi thjesht me TikTokun, sepse unë jam e sigurt dhe madje dyshoj që qeveria ka ndonjë studim të mirëfillt që mbyllja e TikTokut, të gjitha këto hallet do të na i shëshoj. Ajo është si një fluck sapuni, është si ndërtimet, është si çmimet, është si pallatet e bukura dhe shumë ngjyrë që ne i shohim nga poshtë pas kush nuk mund gjitet lart. Kështu që edhe TikToku është një kanal i sipërfaqes që evidenton problemin. Problemi është shumë i thellë se aq. Dhe problemin më të thellë ne e ndjejmë të gjithë në shtëpitë tona. E ndjejmë tek mbesat, sepse nuk jam nënë, e ndjejmë shoqet e mia tek fëmijët e tyre dhe patjetër që të gjithë në atë momentin e parë entuziazmohen kur ti thuaj që TikToku do të mbyllet dhe këtë qeveria e ka bërë gjithmonë. Hajde të jedhim pak hysyve dhe japim një kock për këtë momentin që të heqim mundësisht edhe vëmendjen, por e vërteta është një problematik shumë e madhe që patjetër vjen edhe si një fenomen i ri, për këtë jam e sigurt e kam thënë edhe herë të tjera, kam thënë edhe në debatet në komisione, por është një vërtet që duhet studiuar dhe duhet thelluar me shumë kujdes, se po flasim për brezat të tërë që janë individët e së ardhmes. Zenevia, sot jemi në 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas. Sigurisht që gratë shqiptare është përballur me shumë sfida të përditshme, sfida të cilat ne i kemi parë dhe i shohim çdo ditë. Ju vetë si politikanet, çfarë sfidash keni patur, le të themi, qoftë edhe për të thyer ato mitet në politikë, mitet që politika i takon burrave? Mendoj që kjo është pyetja më e bukur deri tani. Për të vetmen arsye që ne kemi kuotat në parlament. 30% e listës duhet jetë me SSB-n gra. Dhe me thënë të drejtë mua kjo më duket shumë absurde. Por duke njohur shumë mirë mentalitetin maskilist që Shqipëria ende ka dhe jo vetëm edhe shtetet tjera pa diskutim, e di në vetë të parë sa e vështirë është që të jesh
grua, ti është një grua re dhe të kërkosh votën e burrave dhe të marrësh besimin e tyre, të marrësh respektin e tyre dhe ti qëndrosh drejt. Ka shumë gra të cilat ja kanë dalë, por mundi dhe sakrifica ka qenë trefisht krahasimisht me burrat. Për këtë jam e sigurt edhe le të më kundërshtoj kush të doj se mund të jap raste pafund që e vërtetojnë. Dhe kjo gjë është arsyeja pse gratë kanë nevojë për kuota, por e vërteta është që ne nuk kemi nevojë për kuota, ne kemi nevojë që të kemi në parlament, në institucionet drejtimi dhe kudo, në privat, në shoqëri dhe kudo, gratë të cilat me meritokraci dhe me vlerësimin e duhur marrin pozicionin që i takon. Pra, nëse do kishim gra në Partinë Demokratike që janë më të mirë se burrat që kemi, le të ishte lista dhe me 70% gra, për mua s'ka asnjë problem. Çështja është që thjesht të ketë një standard meritokracie që secili e di si mbrin në finalen e rrugëtimit të tij. Ky kuotimi më duket fiks si një nevojë që e vërtet akoma dhe më fort pikërisht pasigurin që na vjen nga mentaliteti maskilis që kemi, dhe po shumë e vështirë për çdo gruaj të jetë jo vetëm politik, por në çdo pozicion drejtues, sepse në një botë që drejtohet nga burrat, ne gratë nuk e kemi luksin bëjmë gabime, nuk e kemi luksin na rrëshqas taka, sepse do të shahemi moralisht, do të kritikohemi për flokët, do të kritikohemi për veshjen, do të kritikohemi për buskuqin, për vëthin, për ngjyrën e flokëve dhe për çdo gjë tjetër. Kjo gjë nuk ndodh me burrat, ndodh vetëm me gratë. Dhe uroj që me sa më shumë gra edhe zonja që janë në politik, ky mentalitet të ndryshojë avash avash dhe të kuptojmë që flasim për të drejta njerëzore, jo për të drejta gjinore. Ky është emancipimi i vërtet në mendimin tim. Duke qenë se jemi pak kohë përpara nisjes së vrapit të madh elektoral, si e keni menduar angazhimin tuaj për 11 majin, qoftë nëse jeni në listën për deputet apo qoftë nëse nuk jeni pjesë e saj? Tanjencën e mirë edhe sigurisht duke mësuar dhe nga gabimet e së shkuarës, besoj që do të mundem që të realizoj një ekip dhe një fushat edhe më të mirë se ajo e 2021-shit, kështu që qofsha në listë ose jo, angazhimi im do të jetë i njëjtë për Partinë Demokratike. Lufta ime nuk ka qenë ndonjëherë as për të patur një rrog, as për të patur thjesht një koltuk për të ulur, por ka qenë që unë të jem me këmbët e mia dhe me të gjithë eksperiencën që më duhet gati për që nesër në vendin e dur, në momentin e dur. E keni menduar angazhimin tuaj vetëm të çmentuar në politikë apo mendoni edhe rikthimin në media, atje ku edhe keni një pozicion shumë të rëndësishëm? Nuk e mendoj rikthimin në media sepse në një farë mënyrë angazhimi im në media ka qenë paralelisht gjithmonë edhe me ka nisur që më herë, se unë në media kam nisur që 17 vjeç praktikisht, por absolutisht media është aty edhe e di që do t'i kemi gjithmonë dyert e hapura për shkak të eksperiencës së mirë dhe punës së mirë që kam bërë. Zhenebia, për çfarë do doni ta kishit shënjuar emrin tuaj në politikë? Unë sa po ja kam nisur, jam akoma shumë e re dhe mendoj që momenti për të shënjuar emrin nuk ka ardhur ende. Mbas 11 majit me siguri do të ndodh. Të mbrim njerë tek 11 maj, pastaj do ke mund të shihësh di pranë studio, besoj nuk është se kjo do jetë hera fundit. Faleminderit, ju uroj suksese jo vetëm për 11 maj, po edhe pas tij. Shumë faleminderit dhe suksese. Faleminderit.